Valdet Zekaj dhe Mirsat Qerimi në seancën e sotme gjyqësore për Kumanovën treguan se në Kumanov kishin ardhur për të mbrojtur popullin shqiptar. Zekaj tregoi se para se të niseshin për në Maqedoni e kishte pyetur Mirsat Ndrecajn se a kanë mbështetjen e popullit. Me të marrë përgjigje pozitive, Zekaj tha se ishin nisur për në aksion në fshatin Goshinc. Ai shpjegoi se pas këtij aksioni ishin larguar për në Brezë dhe nga atje për në Kosovë. Gjatë qëndrimit në Goshinc, Zekaj thot se me celular ka xhiruar një deklaratë të Mirsat Ndrecajt, i cili kishte shpjeguar arsyet e aksionit, por e njëjta deklaratë nuk u bë publike asnjëherë. Në Maqedoni ilegalisht Zekaj thot se kishin hyrë më 1 maj. Deri më 3 maj kanë qëndruar në vendin e quajtur Pishat, mbi fshatin Slupçan, ndërkaq më pas kanë shkuar në lagjen e Trimave. Zekaj madje hedh dyshime mbi persona të panjohur për të cilët u kanë dhënë urdhra Begrizajt dhe Mirsat Ndrecajt. Ai thot se nuk ka pasur njohuri se me kë kanë biseduar gjatë tërë kohës Rizaj dhe Ndrecaj. Pse ju më gjykoni mua? A nuk ka prokuror shqiptar? Nuk ka gjykatës shqiptar? Nuk më intereson akuza juaj, unë atë se pranoj. Këtu jam për të luftuar për kombin tim. Na mashtroi OSBE-ja, nuk kam dashur të dorëzohem dhe çdo ditë pendohem që nuk jam në mesin e shokëve të mi dëshmor. Na kanë keq trajtuar shumë dhe dhëmbët mi kanë thyer. Ka mund të vrasë shumë polic, por se kam bërë pasi që dyshoja se janë shqiptar dhe shihja se si komandanti i tyre fshihej dhe i detyronte të na afrohen neve. I akuzuari tjetër Mirsat Qerimi tha se në Maqedoni ka ardhur në ftesë të Begrizajt pasi ishte i punësuar në kafenen e tij. Sipas Qerimit, Rizaj i ka thënë se i duhet ndihma e tij për kompjuter, ndërsa shtoi se ai asnjëherë nuk ka prekur armë me dorë, por Qerimi tha se gjatë dorëzimit ka qenë me Begrizajn. Ai shpjegoi se Rizaj kishte hedhur armatimin në tokë dhe ishte dorëzuar i gjallë. Nuk kam pasur armë dhe uniform. Unë kam ardhur për të rregulluar kompjuter, pasi më tha Begrizaj. Në asnjë moment nuk kam pasur kontakt me armë. U dorëzuam më 9 maj në orët e mbrëmjes, ku bashkë me mua u dorëzua edhe Begrizaj dhe Mirsat Ndrecaj. Begun e kisha afër dhe i hodhi të 2 armët para se të dorëzohet. Më pas më vendosën pistoletën në kokë kur më pyetën për emrin. Kur ju thash se qërim jam, ma larguan. Më kanë keq trajtuar shumë dhe nuk jam mirë me shëndet. Avokatja të akuzuarit Mirsat Qerimi Snežana Stefanovska tha se klienti i tij ka treguar qartë motivin dhe arsyeën e ardhjes. Sito ono što imаше da go kaže. Atë çka kishte për ta thënë e tha me fakte që janë të rëndësishme për gjendjen faktike dhe në nivelin e tij të fajësisë. Seanca e ardhshme për rastin e Kumanovës është caktuar më 23 maj, ku do duhet të dëshmoj Bajram Elshani dhe Nexhbedin Lika.